Голема благодарност што ми ја дадовте довербата и што ја поддржавте мојата визија за да живееме во поубаво, во модерно, во европско Скопје. И Скопје да го трансформираме во чист, зелен, убав, модерен град, град на среќни луѓе. 4 vjet më vonë, Shkupi nuk është as modern, as I gjelbër, as I bukur. Qytetarët në vend të lumturisë përballen me sfida serioze për të mbrojtur nga sëmundjet infektive. Имавме случај со каснување на дете, можно каснување од глодар. Болестите кои што се следат во Институтот за јавно здравје и кои што се најчесто се јавуваат, тоа се цревните заразни заболувања, кои што можат да настанат поради оваа ситуација. Fitoria e Danela Arsovskës ishte parashikim për ndryshime më të mëdha, ndryshime në pushtetin qendror. Më jepni kohë dhe do të ketë transport falas me autobus, kështu nisi brifingu I parë me gazetarët, ku njoftoi se nuk do të vazhdonte projektin e Petre Shilegovit për metron me autobus, për të cilën deri atëherë ishin shpenzuar 170.000 euro. Viti I ri për kryetaren e re nënkumptonte edhe kursim. За новогодишно китање на градот Скопје без фискални импликации по градот. Kështu, qyteti mbeti deri në ditët e fundit pa atmosferë të vitit të ri, por me shpresë për një park argëtimi. Повеќе од деценија, скоро 2 децении на немање на Луна парк за скопјани, сметам дека заслужуваат новите генерации кои што доаѓаат да имаат она детство и она младост која што сме имале ние кога сме биле деца. Kaluan edhe 82 ditët e para, numri që shënon adresën e qytetit të Shkupit. Сите сакаме да живееме во убав модерен град, во Скопје кое ќе се трансформира од досегашното сивило и ќе добие нов лик. Shkupjanët vazhdojnë të ëndrrojnë, dëshirojnë për shembull të rikthehen në zemër të kulturës së Shkupit, të kthehen në sallën univerzale, të lindur nga rënojat e tërmetit katastrofik. Универзална сала ќе има, да. Jo vetëm që nuk ka, por ajo që ishte u dogj në zjarr, kryetarja u përplas me arkitektët. Muaji I mjaltit, me mbështetësit e saj zgjati më pak se një vit, përçarja u shndrua në endek në vjeshtën e 2022, kur Arsovska publikisht akuzoi drejtuesit e VMRO DPMNE-s për presione lidhur me tenderin e stacionit pastrues. Како до вчера бев најдобриот градоначалник на Скопје, а од која ви го фатив директор, која лажете, која маптате со документи и ви се тресе рачето и ви трепери гласот. Смалите доживљај. Ky ishte fillimi I qeverisjes së saj pa shumicë në Këshill. Gjatë mandatit, drejtorët e ndryshuar nuk llogariten më dhe ajo ndryshoi edhe pamjen e saj. Да, поред бар разбор, не знам дали од правен началник се извинувам, нова фризура, не сте се виделе. Реков, помислев со некој од правен сектор се извинувам. Па добро, и правен сектор не е лошо. Господине Талат Славевски. Господине Хитлер. Pasoj direkte e luftës politike ishte kaosi më I madh transportues që Shkupi ka përjetuar për shkak të borxheve të papaguara. Transportuesit privat në fund të 2022 bllokuan qytetin për ditë me radhë. Qytetarët mbeten pa transport dhe 250 autobuset e premtuar nuk arritën kurrë. Gjatë 2 viteve të fundit të mandatit, Arsovska hapi një front të drejt për drejt me disa kryetar komunash, por betejë më e ashpër ishte me kryetarin e Çahirit Visarganiu, akuza për ndërtime të paligjshme u eskaluan në një teatër pa precedent. Абе кому реков доаѓам, Джон да го нема. Висарганиу, абе вики, кај си бе дечко ти? Ka izbega, zashtu ne pričeka da dojdam? Nga premtimet e mëdha për një Shkup modern, mandati I Arsovskës u shndrua në një betejë 4-vjeçare politike. Konfliktet me Këshillin, qeverinë dhe kryetarët e tjerë të komunave hiezuan projektet në vend të një menaxheri. Shkupi mori një politikan në konflikt të vazhdueshëm dhe qytetarët mbetën të bllokuar në një konfrontim institucional, duke pritur edhe zgjedhjet me bazike për qytetin. Утре ќе можеме заедно да се радуваме на новиот ден, на новото утро и, ако можам така да кажам, на новата иднина на градот Скопје. Ви благодарам се. Një ardhme e re që secili mezi e pret.